Të dy udhëheqësit e lartë, si të shtetit shqiptar ashtu dhe të Kosovës, i kanë intensifikuar angazhimet e tyre në lidhje me marrjen e një vendimi të drejtë nga gjykata speciale për Kosovën, lidhur me autoritetet e larta, ish luftëtarët politik të ushtrisë lirimtare të Kosovës, mbasi vendimet e prokurorisë natyrisht ishin skandaloze. Kështu që kryeministri Rama bëri mirë që e shtroi këtë çështje edhe në takimin e parë themelues të Bordit të Paqes në Washington, në prani të presidentit Trump, por edhe të personaliteteve të tjerë të larta nga vendet të ndryshme të botës, për t'i dhënë një nxitje dhe spunto politike, një vendimarrje të drejtë nga Gjykata Speciale e Kosovës. Urojmë që kjo të ndodhë, sepse me akuzën e ngritur nga akti i akuzës që është prokuroria, nuk ka se si të barazohet agresori me viktimën. Dhe të katër personalitetet e lartë politik të ushtrisë lirimtare të Kosovës në gjyqjen e Hagës kanë qenë personalitete politik dhe kanë qenë përfaqësues të popullit të Kosovës, çka do thotë që ata pasqyronin vullnetin dhe dëshirën e popullit të Kosovës për liri dhe kundër politikave genocidiste të regjimit të Miloševićit.